Përshëndetje të mirë të mi, si ju kam a jeni mirë, të shojmë një letër për ditën e nesërme. Çfarë energjish do na sill dita e nesërme? Shikoj që disa persona ditën e nesërme do kthejnë kurizin, shikoj kjo dhimbje ka marrë fund, 10 shpatat më tregojnë që ti tani je ringritur përsëri nga dhimbja dhe ke filluar të dalësh nga ajo botë e dhimbjes dhe ke filluar të lulëzosh dhe të qeshësh përsëri, të buzëqeshësh më saktë. Shikoj që bota jote momentalisht ka pasur shumë errësirë, por ti këtë moment ke gjetur vetveten dhe je shumë e lumtur. Të shikoj me princin e shkopive, kemi një rikthim me sa shikoj nga ky person, një shenjë zjarri, kërkon të flas me ty, kërkon të diskutoj diçka me ty ditën e nesërme. Ky person ka shumë gjëra për të thënë, por është shumë egoist me sa shikoj. I pëlqen vetja, ka gjëra shumë me veten e tij, por ti nga ana tjetër je gjithmonë në pjesën me 5 kupat, je në pjesën ku thua gjithmonë nuk kam fat në dashuri, gjithmonë kjo gjë do ndodh me mua. E dashur, mos shikoj gjithmonë negativitetin që ke për momentalisht, por shikoj gjërat që ti në radhë të parë duhet të duash veten, në radhë të dytë të shikosh se çfarë do të sjellë e ardhmja. Nëse ti nuk e ndjen lumturinë me veten tënde, mos pritet ta japin lumturinë të tjerët. Këtu shikoj që ti të ditën e nesërme do mendosh për të arritur disa qëllimet e tua dhe të kapësh energjitë. Mbasditja shikoj që do sill një lumturi në jetën tënde, bëni kujdes nga personat e tretë, shikoj që personat e tretë janë të ngjitur pas jush dhe mbretëresha e Monedhës më tregon një grua biznesmene, një grua të fortë, një grua që do ja dalë mban dhe shikoj që këtu është një energji shenjë demi dhe Virgjëreshën e ndjej shumë të fortë si energji, por shikoj që shenjat e ujit ditën e nesërme dhe shenjat e ajrit i shikoj shumë të mërzitur. Shenjat e zjarrit qeshin me veten e tyre, por shenjat i kemi shumë pozitive, me sa shikoj që 8 monedhat më tregojnë që ka bollok. Disa persona do marrin një ofertë pune ditën e nesërme, edhe shikoj që ka një energji pozitive për të ardhmen. Shumë dokumenta shikoj në të ardhmen për ju, një firmosje, një kontrat, një punë, diçka të re, por ti aktualisht shikoj që kërkon të mbyllesh nga bota e jashtme dhe kërkon të gjesh qetësinë dhe paqen me veten tënde. Me 7 shkopin shikoj që ke gjetur atë meditimin, paqen, energjinë dhe po mbron veten tënde. I ke vënë vetes tënde një mburoj që mos vinë njerëzit të sulmojnë më. Ke dritën e shpirtit që po të jep një forcë dhe ke edhe djallin që më tregon që ti ke një mundësi të re në jetën tënde dhe djalli po të thotë që unë këtu po të jap një mundësi të artë për të larguar personat negativ. Momentalisht djalli po të shtym për të bërë diçka dhe shikoj që ti me mbretin e shpatës duhet të ndryshosh disa gjëra. Jepi drejtim jetës tënde, sepse ky person është në ajër për vete, jo më të ketë diçka me ty. Personi që mund të jesh shenjë ajri ka shumë gjëra me veten e tij, por ky person mund të jetë një njohjere ose një rikthim. Ky person nuk është i qëndrueshëm për ty që ti të mendosh që ky person më do mua. Por shikojmë që kemi faqen e kupës, njohje të reja, shikoj në të ardhmen tuaj, njohje të reja, shikoj që kjo dashuri dhe kjo njohje do vejnë në martesë, por shikoj që ti aktualisht nuk di se çfarë kërkon në jetën tënde, si e sigurt akoma. Shikoj që do të kthesh kurizin shumë gjërave në jetën tënde, sidomos shenjat e ujit, kanë gjetur forcën dhe kanë gjetur dritën dhe nuk pyesin për kërkon në botë, duan që të jenë të lumtur. E shkuara të kalon hapa të dhimbshëm, disa persona na ju kanë diskutuar me personin e tyre të zemrës dhe i kanë thënë fund çdo gjëje dhe gjithçkaje. Jeni më të qetë në dhimbje, shikoj që nuk e keni më atë dhimbjen që keni pasur dikur, por zjarri brenda teje është akoma, do të thosha. Do keni disa konflikte, shikoj që këto konfliktet që keni aktualisht duhet të bëni kujdes sepse këta persona kërkojnë të fusin në atë trekëndçin e tyre. Unë shikoj që ti do ta gjesh mundësinë dhe do kesh një person në shenjën e ajrit, mund të ketë ascendentin në shenjën e ajrit, por ky është një person që është i matur dhe të jep mësime për të vepruar se si duhet të veprosh ti në situatat që mund të kesh në ditët në vazhdim. Ky person është njeri i pjekur, mund të jetë vllai, mund të jetë babai, mund të jetë kushdo, por është një person që ditë të jap një këshill, sepse është personi i tillë, ditë të jap një këshill që ti të ecësh përpara. Dhe letra e fundit është Asi i Monedhës, do hapet një portë e re në jetën tënde na
ekonomia, sepse të erdhën dhe 8 moneda dhe as i monedës. Ana ekonomike në javët në vazhdim dhe në muajin prill do jetë shumë e mirë për shumicën nga ju dhe shikoj që të ardhurat do të jenë shumë të bujshme, do të thosha, dhe ju vetë nuk do ta kuptoni se nga do vinë këto lekë. Do thuash, unë kaq që kam rrogën. Jo, rroga është rrogë, po ti do të kesh të ardhura më të mira. Ose do kesh një ofertë pune të dytë, ose dikush do të ofrojë diçka që do kesh të ardhura të mira. Domethënë mund të bësh një punë online, mund të bësh një biznes online, nuk e di. Por këtu shikoj që me asin e monedës ke të ardhura të mira. Ju uroj një fundjavë të bukur dhe rishimi përsëri. Mirupafshim.